Në ditën e 6 të protestës, ata kanë kërkuar sërish mbështetjen edhe të policisë për të bllokuar makineri që punojnë në zonë. Banorët shprehen se protesta e tyre do të vijojë çdo ditë. Janë rreth 80 shtëpi që kërkojnë të drejtën e tyre. Kjo do të jetë protestë si nuk do të bëjnë vakikun ton botën, si do të jetë protesta më e madhe ndonjëherë. Kjo protestë as më sot, as sot i muj. Qa kena migranta, të mblidhen në këtë tokë, të dalim zot tokëve të parëve tonë, si na kanë lënë me djesë. Bajmë thirrje shtetit, i bajmë thirrje tanë shtetit tonë, shteti shqiptar. Ti vend këto letra në dukje, i bajmë thirrje Spakut. Jena kanë para dhe Spakut, një vjet po bajmë në mars, si na ka qua para 10 dish na ka qua në Shkodër. Na jena të hanën do të bllokojmë deri në Shkodrës. Të përgoria. Protestuesit bën me dije se janë të vendosur për të bllokuar punimet. Në këtë formë çdo ditë u bën thirrje edhe bashkëdhetarëve që të vinë të bashkohen në protestë, ndërkohë që të hënën ata kanë lajmëruar se protesta do të zhvendoset përpara prokurorisë së Shkodrës.